jam fans i Shqipërisë, i skuadrës, nder dhe besoj që është fanella më e bukur në botë. Me shumë emocione o kun debutimi im i parë, kështu që me një fitore, o kun si nëndër, se kom realizu shumë, po pastaj mas fitores e kom realizu dhe gjithë familja kon krenar me mu. Jo s'kom pas kështu moment, jo të lumtur kina pas, trishtuar normal, ajo loja me kundër servis. S'kom bo kështu sakrificë të madhe, po gjithmonë e kom dhonë maksimumin, kështu që kisha vdek për këtë fanel. Normal që ki përshëtësi shumë, duhet më konë lider dhe do t'i marrësh lojtarët e ri nga të vete. Shumë kanë hecë për para, janë lojtarë shumë të ri, me shumë talent, kështu që e shumë a mirë tani si për para. Po, lojtari Laçi, se ka edhe numrin tim kur e kom pasur në kombëtare, 14. Po, absolut, çdo lojtar ato lunë në ekipet e tyre, kështu që kanë kualitet, besoj që po. Mesazhi i tifozëve është për mu që gjithmonë na kanë përkrah shumë, kështu që janë lojtari i 12. Me një fjali është nder dhe krenari, absolut. I kisha thonë jepni maksimumin, luani si gjithmonë me zemër dhe pastaj fitoria vjen automatikisht.